Mirë brava! Zjerma! Zjerma më shumë. Gata të mlume! Mirë brava, gata! Pa ne kena me zjerma tonë, ma ç'pun kena me ato zjerma me ato shkrepset. Zjerma se na do. Ne kena me zjerma që na njekin, na bëjnë subscribe, na shohin për çdo ditë në YouTube. Zjerm do na me pas edhe këtu më burr zjerm me bën flakadot më. Alla ato zjerm janë, po janë zjerm kështu. E provon 5 herë. Janë shkrepset lakta. Pa u ku po shqyrtojmë 2-3 pikat kryesore. Mario, si gjithmonë ne nisim me një sondazh. Ma që ne s'pakat sondazh njëherë, ma se ti e ke fiksim. Sondazhi japonez, Joni. Telenovela japoneze. Po, telenovela japoneze, më fal. Kur përfshin shumë. Kur përfshin shumë. Kanë se duhet si gjithmonë me e tregu, duhet edhe me e tregu. Kena thënë. Po kena thënë herë, çka kena thënë? Kena thënë. Cili nga çiftet do të konsolidohet zyrtarisht në Big Brother VIP Albania 4? Kjo s'do me thënë. Opsioni i parë, Bona Laert. Prit. Opsioni i dytë, Lori Jozi. Opsioni i tretë, Rizi Aldo, se më dolën to mbacët. Opsioni i katërt, Egli me Gjestin. Kanë votu gjithsej 843 votues. Quhet statistikisht. Statistikisht merr, konsiderohet domethënë. Konsiderohet. Dhe në vend parë me 39% më të votumt janë Egli me Gjestin. Egli me Gjestin, pra. Në vend të dytë me 31% dytit më të votumt janë Loredana me Jozin. Në vend të tretë është Bona me Laertin. Në vend të katërt sigurisht një edhe për i kytë e futet bile, si me kanë dikush i deli fundit. Rizarta me Aldën. Pra nuk pritet për ty, ne kam përshtypjen këto kanë me bogun. Publik push keka, publik push. Publik baroti. Me të vërtet, tamam një ashtu është, edhe Egli për një të futet edhe produksioni që mu kriju pra një lidhe, mu nda prepe, mu lidh prepe. Po ne kena thënë zyrtarisht, do të thënë me kanë edhe jashtë, po zyrtarisht Big Brother, se jashtë për mendimin tem asnjë s'ka për të kanë jashtë. Po zyrtarisht Big Brother mu konsolidu, për këtë ka kanë sondazhi. Se kush do bëhet tamam të vërtetë që do e pranojnë të dy se kena herë një e pranon herë tjetër se pranon. Herë Bona që i shkon afër po se lën me puth mandej, nga krau tjetër kena Aldon me Rizin që doin me kriju dashuri profesorësh. Po dhe Aldo e thotë s'mund puthi se un kam fëmijë jashtë, un domethënë duhet mu mat mirë. Pra, ka shty dhe gjysmale me mujt. Ato, a di kujt i thonë puthja ato? Mos Aldoja. Po edhe Rizarta, pa ka shumë ashtu është. Puthje i thonë kësaj domethënë. Kur rrin kështu domethënë jena të puth. Ja puth. Ma e pranueshme ose që jena mësuar ne, edhe që po sakrifikon, pra është Loredana që po e sakrifikon edhe ndoshta do ta marrin triumfin fund. Se po sakrifikon po vuan si më thon, nuk po çfarë triumfit më. Po triumf më marrin Big Marbur mu, po për jashtë asnjëri nga këto s'ka për kënd. As këtë se diskutoj. Po unë do të kisha vu më parë Jozin me Lorin, se janë të dy si njëti tip më se sa Gjesti me Eglin, për mendimin tim, si më thënë. Se Gjesti e Egli duket që ja tu bë vetëm për show-un, sepse njëra ka vëmendje. Lidhur me këtë Gjesti me Eglin për shembull, se që janë ty bë për show. Egli hyni mirate me Gjestit për me tregu unin, për me tregu që unë rrallë parë dëve veten time, pastaj ju ty mordial që nuk më vlerësove siç duhet. Unë ndjenja kam. Dhe nga unë ndjenja kam edhe jo kështu, ka të përfundu unë nis mira Gjestit edhe po i vjen bashkë me Gjestin në Rozancë. Po kalojmë te ajo pikë. Pra, sondazhi kështu thonë Mario që Gjesti me Eglin do të na e patësh deri në fund si do përfundoj. Unë mendoj që do të ketë do të vini moment që do të lëshohet Egli, sa do e majt veten. Do ketë një moment, bëll ashtu e distancu, do të thonë larg gojë, kaq s'kam bën punë me ty. Por do të fillojnë të bin kuplat edhe do të përfundojnë. Ai kena dhënë 48 orë. 48 orë, po. Sa kohë ka që është tyra Rozancë bashkë me Gjestin? Bashkë me Gjestin, dje pa. Pra, aja nuk i ka bë 48 orë me respektu vetin mos me kanë e shkrime me Gjestin. 48 orë nuk i bën. Ka edhe një diçka që Egli po i shkon si me shumë me nerva dhe thotë Gjesti, s'ke nevojë me mbrojtje mua, me ty e kam mbyll lutem shumë më distancë, kur unë debatoj mu s'du, s'kam nevojë për mbrojtjen tënde. Po, Allah i thotë, okay, u kry, si thotë ai? U kry çdo sen. U kry çdo sen. Po, mos e vrit mendin. Kaloj sondazhi tash jena te debatet e forta që kanë pra krye fjala e këtyre 3 ditëve, ka kanë
starti ka kënë Egli Rozana, ka ndërhy Gjesti dhe ka përfunu Gjesti Rozana. Po të la ty se e ke me pasion me fol të këto. Po kam Të rastet e Rozanës. Mos nështë e më i vëmendshëm, edhe pranaj. Edhe Pa ti ka atë detajet pa. Egli fillon me Rozana fillon me I thonë ti pas ke hi për me më gjujt mu, ti pas ke hi për mu pse stu. Lene qa thu ti kam hi për vete, ti pas ke hi me më gjujt mu, edhe Egli thot që unë me gjujt ty ti erdhe vetë, pra ditën e parë ti erdhe te stolja ti te pishinat me fol me mu, e me më thonë qa kam ba, pse më rrin me turi me shur. Ti më ke ardhe para. Jo, po ti ke debat në Gjesti e thot, mos raj Rozani thot se ti ke shku asaj. Lene të shti vajzën se s'ka pak ditë që ka ashtu, mos raj të shti. Ti I shkove Po, edhe ngatrojnë se kujt I ka thënë Rozana, Eglit apo Livia, se ka ngatru se kujt I ka thënë ashtu si thot Egli. Se Egli akuzon që I ka thënë diçka, pa gjaja ka thënë Livia se Eglit, a kupton? Janë shtyll komplet. Dhe aty nol debati fort manej Rozana Gjesti, ku dalloi një pikë dop të Rozanës, ku doli e pa besë, sepse duke mos ditë si mu mbrojt, I nxori Gjestit I tha, ti deshe me ba lojen për me mu me lartë me lajerdit me afut lajerdit, po unë sa lejoj ty me ba lojen si deshe me ba ti dje, edhe kjo I tha, mshite mu, shokun e shite, tratare të shikamet, Rozanës tratare, thot Gjesti, sepse e ka shite, se ka ndash me I ba I rënjë lajerdit, dhe kjo janë nxori, si me thanë, sekretin e lojës dhe Rozana, kur është e dop, të gjunë në I të gjana, pra ti përmend, gjanat e kalume, të nxjerr, doli një vërtyti Rozan që ke ka le pa besë. Per mendimin tim. Pra, për tanë ato gjanat e këqija që kishte, ka edhe njët që doli e pa besë, nuk I majti lojën Gjestit që do të me I ba Lajertit. Edhe kjo mu më vend shumë dyshime dhe do të vazhdoj ta kem që Lajerti me Rozanën kanë një lidhje aq të fortë, o kanë planifiku bashkë, ndoshta ja fuskot, mund të shkruajnë njerëzit të ja fut kot morion. Një kombinim lojet po thu, Kombinim lojet sikur e kanë bë marrëveshje nga jashtë, ishtu më duket. Nuk e di se ke pa. Janë edhe më afër si moshatar, janë edhe në të njëjtin profil pune, aktor të dy të artit skenik, si me thonë, janë komshi, prej vitesh ndoshta si me thonë godi janë rrit bashkë, si me thonë kështu. Që s'bën, nuk është ne çudi e madhe më janë. Rozana ka I kyt veti që ba me persona që nuk ja pranojnë pra fjalë çifte, pra që ja prishin Terezin, ajo I sule duke I përmend ton nën që kanë kënë bashkë, se ka thënë ja shprazin aty. Rozana don persona si pitbullat Livia, Eglin e dikurshëm, edhe tashma Olen, që I rrin e një gjëna I thot po Rozana, ja ke drejt. I tot don Rozana me ne ton ditën me to. Momentin që dikush ja prish nga këto tjerë, I sulet, me ja prish një mendim, me I thonë, ja, për mendim. Çfarë tregon kjo? Çfarë tregon kjo? Çfarë tregon kjo? Nuk I di si quhen të tipa që ba me I thonë, për mendimin të me ke gabimit tu, unë e kam gabim, po ti, ja përmend. Pra, Rozana, don njerëz që I rrinë. Ja, sa është puna, aja nuk është puna thjesht mos me pranu gabimin. Aja është puna në shtëpinë e Big Brotherit, aja nuk huma autoritet, nuk del kur gabim në shtëpinë e Big Brotherit. Rozana, qëndrimin më gjatë e ka me personat si shka kanë me Livin, që rrinë vetëm jam shtetë, pra të në servit, do një një I që me një dhe ke më duk që, a kam drejt, po ke drejt, pra se ma ne thojnë ata që unë s'kam drejt, do me marrë konfirmime nga do nivele si Livia, Egli edhe Ola. Tash ma është Ola, e ka Olen fix e ka qenë. Sepse ajo vetëm I to mundet me ba ma vetë që me e lanë me në gjuhë. E tjerë që një fi rivalitet, shputet, I gjerë ato lumet e veta, edhe shputet. Për mendimin tim, për Gjestin që thote pak të s'ka bukuri shtëpia, ky është më I miri, nuk bijem, I tha ta nxezet plus I doli edhe tratare, që I nxori një lojë. Që I nxori një gjë të rëndë, po I nxori një lojë, që lojën s'është mirë me nxjerr, nëse jeni bashkë për një lojë. Se po thu kështu tashti. Se po thu kështu. Gjerta përdori herën tjetër s'tu duk gjë keqe. Lene Gjerten e të fol për Rozanën. Dy standarde tuja pra. Ti e përmend këtë, ashe, dy standarde. Gjerta kishte një sekret thjesht, jo me për lojë, ishte një sekret që edhe përdori për interes vetin. Dhe nuk ja tregoi. Ktu ishte një lojë që kishin bë plan me a bë Lajertit. Dy standarde. Po janë dy gjëra të ndryshme, ma kjo është një lojë që do I bëjnë dikujt
Ajo është një sekret që i ka tregu, nuk i ka thënë. Nuk e komentoj. Po s'ke si me komentu, mëse ti se ke pa. Ke dy standarde, ke dy standarde. Njëna është sekret, tjetër është plan për me i ba lejet i një loj. Dy standarde. Janë dy gjana të ndryshme. Thjesht, Rozana tregoi edhe një herë që i pas ka dhe i vërtet tjetër, ka tradhtore pa besë. Doli mu te ky debat. Nuk është virtyt ajo, nuk është virtyt tradhtore. Edhe prap pas atij debati shkon te Ole e thotë, unë gjestin e kam gjan, unë kam gjan gjestin. Edhe mos kopjo, shumë shpejt deshte me marr hak për Gertën. Gerta ishte tradhtore e pa besë, edhe shpifse, dhe për një javë mbrapa ti del me zjave Rozane një ashtu, nuk kanë dy standard. Rozana, ja pra sa po ta shpjegova që janë dy gjana të tjera, Po mima, argumenta gjen gjithkush, më nuk i gjen gjithësi. Për gjithë kënd mundem me gjithë argumenta. Po, ma zën ngoj fjalët e mia sepse unë jam të thënë dy gjana ku mund të thu, po pra, të dy janë të njëjta, nuk janë pra, lutem. Mos thuj për mendimin. Jo, unë s'jam të thonë që i tha ti. Unë jam të thonë që ti i shef dy herë të njëjtën gjë ndryshe. Jo, i shef ti. I shef ti. Ti. Dy standarde. Unë kam zjarë e konkluzion që Rozana rrin me gjestin edhe për një bashkëpunim jashtë, që me e kapër. Vetëse me e zdhen finale, me e flet, edhe për Bile Rozana gradualisht, si mas të jetë, Rozana gradualisht, deri ka finalja, ta po të lutet ty, aman janë, hajde bëjmë i bashkëpunim. Me lanë në tekst edhe gjesti dhe me u banë i bashkëpunim që me kenë inë edhe Rozana, se Rozana normal se nuk është në maje, aja fitoj këngë magjike, po nuk është në maje të muzikës e ftumja e ton festivaleve, e ton live. Për mendimin tonë. Për mendimin tonë thashë edhe që në fillim. Kështu që do ta shohim se si do analizohet tashti, sepse kam pasur dyshim se pse ajo video nuk është lanë te videot e Big Brother, debati gjesti Rozana. Se di, ishin tana videot vetëm ajo si ishte, nuk e di. Zdike do me mbrojt produksioni. Tash po e japin në Prime, me qiro fjalët e Prime sot, skaletën. Ata thona, ama sa thona. Okay. Se ta po na kopjojnë, është e sigurt. Ja, po flasim pak për Lopen, pak. Po përmendim Lopen, mami, s'po i thonë ato gjëra të tjera. Po, Lopen t'i lëm surprizat të tjera, t'i lëm me kuriozitet popullin. Dgjoj, Lopa Murra misioni, si e ke thënë ti se ti e ke gjetë titull të bukur. Misioni impossibile. Bravo. Lopa Murra. Jo si t'i japin një mision që loj pra, me fut film banorët, sikur Lopa është shtatzane pritet nga moment me pio. Pa, unë do ta kisha hangër se një atë situatën e Lopës, se di kur është e frymë shumë lvizi fije, unë mund ta has, as mu nuk duket ndaj loj, po unë mendoj pse është bakja marrë. Se çka një parandjen që ti Jozit, nga që e ka kryer me sukses, pra kanë hangër tanë, se çka përshtypjen kanë me llani kuti Pandorë. Apo kam nohatin, a hum rani ka huna? Ja, unë vetëm të huna jote kam besim. Nasi sën tjetër. Ka lënë një provë shumë shtirë që ja ka mush mendën tanëve, Lopa është majtë mirë, kanë bëha qumë se tëra, me sukses Jozi dhe dështë... Ka miel, i ka bë 4-5 banor me fjetë në sanë aty, ta natën me rujt. Edhe ka kanë me taman i përkushtum, edhe me taman ka ditë me përdor Lopen me qumë se me tana, dhe nuk mund të favorizosh, nuk mund të japin, si me thanë, ke cingare ma shumë, ose je i pa nominum për një javë. O janë, ishte i moment në fillim kur po i thote që është Lopa, që është me barë, thot ka me linë, ka me pjallë, Lopa thote duhet me rujtë me pas kujtese shysi lviz, kjo shysi ashtu edhe thot, shi, thot Jozi, të i fut film dhe me këta, shysi lviz barku, kishin me tanë shu, ishte edhe ky Zogu, ishte kështu, e shef Jozin, shef Lopen edhe herë, po lviz shvika, mas është noshta nga që është të marë frymë, pra ne lviz barku. Nëse pa komision blektoriet. Nëse pa informuar vin nga qytetet model të Shqipërisë, që nuk kanë lidhje me ne Lopin me përkundër, ne as live që kishim pa ndonjëherë. Rrit Strasburg, Gjenev, këto vende, Nice, Lyon. Ja, Toulouse. Mendoj që do shpërblet Jozi me një favorizim shumë të madh që do të jetë një kuti Pandorë. Mendoj. Po. Mas i djem tonë të sekrete, mas i djem se e shkatërove një atë skenare, sonte ka me pas Pandorën aty, u zdi ku mu fut më nej, zdi. Shu që, për skaletën nuk po flasim ma shumë Mario. Kalojnë. Kush del Marian? Po thamë që ka dhe surprizë tjetër, po s'po him me fort që po. Kush po del? Kush po fluturën për pigjeret? Bash me Lopin, me hyp Lopin dhe jashtë. Për brinash.
Kena kandidaturat dota, që mund fusim Vserlon, Olen, Rizin edhe Aldon jo, më falë, 3. Nërë të 3. 3 janë më diskutueshëm, po. Rizin mundem me hek për një arsye sepse është halat ajo zanafilla me Aldon. Pra halat s'është kuptu. Ola është më rrezikuar se i ka nda punë me Jozin, dhe aja s'ka keme ka për në shpi. Pra ti ke qef që dalin Ola, sepse është bo një zari i Rozanes nesh, për momentin. Pra Jo. ti thu që... Ka kry misionin me Jozin, se me Jozin e majti. Për Jozin. Qartë pra qartë. Ti ke qef që sot dalin Ola, se sa është të bo kur gjave është të u bo zari i Rozanes. Jo, unë me qefe të kisha folë nërshme marë, unë jam të folë me arsyetimin si e shofin publiku me vota. Por edhe Vserlo, Zogu ka ardhur në moment që nuk mori atë hakun që u dote me Gjesin, kështu që u zbeket edhe nuk ka asnjë gjë që ban më në shtëpi. As i dhunshëm sa do kanë më. Kurse është i dhunshëm ai s'ban më asnjë vëmendje. Allo, mendoj një ashtu që ky Vserlo ja ka ardhur koha e dënimit të atij mëkatit që bani para do kohësh, që egzagjeroi me me do grindje me përshkallëzim bisedash idiote këtë. 51 ose 50.5 me 49.5 Vserlo me Olen. Do të jetë një shumë e aftë, shumë e fortë si gar, sepse të dy s'kan çfarë japin më. Ti kishe Jozin e hekat mundësi, ky kishte Gjesin mu hakmar me vë, me çfarë tan ditën nuk do të mu marr me vë. Kes, bam. Se bani. Kështu që të dy kanë marru ato misionet e tyre që kishin mundësi me ecë. Kaq të shifna në ndërprerjet e rrallës. Ka shumë surpriza. Shumë surpriza, shifna takona në ndërprerjet në Instagram, dalim live me Jonin aty edhe subscribe tu në YouTube herë. Por se subscribe tu. Sa diun dikun. Hajde, mirë pafshim pra, shikim të këndshëm Prime-in e 25. Pafshim.